Ke ndonjë moment që ju ka bërë të ndjeni si ambasador i kulturës shqiptare përmes violinës? Të ta them si ambasador, mbase jo, por jam ndjerë mirë sepse fatikisht kam bërë një koncert që ka qenë në ansambli, që kemi qenë vetë në Katar, me ftesë të Emirit Katarit, dhe me të vërtet nga që ishte në atë kohë, domethënë një vend Shqipëria i panjohur, mbreti i Katarit ishte për festë këtu, na dëgjoi dhe violinën time, edhe na bëri një ftesë për në Katar, dhe mbylli brenda 2 muajve, dhe të them të vërtetën na kanë pritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Çfarë viti bëhet fjalë? Bëhet fjalë për vitin 2012 në Doha, kemi bërë një koncert, dhe me të vërtetë domethënë që e nxorën dhe jo vetëm në emrin tonë, por nxorën si në emrin e Shqipërisë. Sepse ishte një lidhje që sapo u bën atë kohë nëpërmjet Dohës dhe Tiranës.